Digital Expo edhe për ditën e sotme. Në këtë panel do të vijojmë disi atë bisedë që kemi nisur mbrëm në orën 18 në ditën e parë të panelit, ku folëm për procedurat e certifikimit halal edhe rregullat që duhet ndjekin kompanitë dhe bizneset apo kujdesi që duhet kenë konsumatorët. Që në farë mënyre biseda do ta plotësoj sot atë, por inshallah mund të ketë edhe më tepër një vëmendje më të madhe për kuptuar fetarisht aspekte të ndryshme që lidhen padyshim me tregtinë, me konsumin, me halalin edhe me zakatin. Në panel kam kënaqësinë që të kem 3 xhallar të nderuar, zotin Arjan Kuteli, zotin Bledar Axhia dhe zotin Justinian Topulli, të 3 xhallar të nderuar, dhe do doja në fakt ta nisja me rend alfabetik me Hoxha Arjanin. Fjala është për ju, për kumtesën tuaj dhe një pyetje që kam brenda që e bëj për të marrë pjesën e audiencës, jo vetëm që është prezent, po edhe që na ndjek online, për atë që është rishtar, pra nëse mund ta mbajmë ta bëjmë hyrjen në atë që është në fillim për të kuptuar sa më thjesht, e më pas padyshim për të elaboruar juve kumtesën tuaj. Fjala për ju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tasim për moralin e tregtisë dhe etikën e tregtarit. Në fakt, librat e jurisdiksionit fetar, ose që quajnë dietar të fikut, kanë shtëruar dhe shtjelluar këtë gjë gjatë, dhe se është një pjesë jo vetëm delikate, por pjesë kyçe i tregtisë islame, sepse ajo përmbet në 2 elementë kryesorë. Elementi kryesor i parë është, si thot Gazaliu, është drejtësia, që ajo paraqet peshore dhe mënyrën se si njeriu shet e blen halalin, ose e ka marrëveshjen tregtare në, si themi ne, të përputhshme me rregullat fetare që Allahu xhaleshanu ka zbritur në librin e tij dhe ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe pjesa tjetër vlen me vepërmirësinë ose me vlerësinë, me cilësinë e njeriu në tregti. Gjë që futen në të shumë elemente të tjera, si që reklama, mirësjellja e të tjera gjëra, të cilat e bën tregtimin më të mbarë dhe njeriu më të afërt tek njerëzit. Imam Gazaliu rahmetullah, do të thënë hedh dritë mbi këto 2 fenomene, dhe e thotë që drejtësia për tregtarin është si baza e paras. Domethënë drejtësia në tregti është sillësh tamam siç kanë ardhur rregullat e duhura. As më shumë, as më pak, as të kalosh kundra vetes, as të japësh tjetrit më shumë prioritet, po të qëndrosh në peshore në duhur të etikës së tregtisë. Kurse ajo mirësjellja ose vepërmirësia është ajo e cila i vetes si ekuvalencë fitimit të njeriu. Ndaj mirësjellja është ajo e cila të fillon ty dhe të afirmon të tjerët si njeri i tillë, si njeri tregtar. Ndaj u përpoqja të shkëpus nga këto dietar etikën e tregtarit ose etikën e tregtisë në Islam në vijat trasha, qofshin këto gjërat bazë, pa të cilat tregtia nuk shtyhet, nuk kalon dot, nuk ka përcjell dot pragun halal, dhe qofshin këto gjërat e përqyeshme, gjërat të cilat japin më shumë sfundë dhe fuqi tregtarit se sa i japin njerëzit. Vetëm i japin atit më shumë kredibilitet tek njerëzit sa do t'i japin vetë njeriu, vetë atit konsumatorit. Gjëja e parë që folën dietarët ka qenë qëllimi i mirë. Qëllimi i mirë këtu nuk është qëllimi i adhurimeve dhe bëj një jetë të mirë kështu, bëj një jetë mirë. Jo, ai nuk ka folur fare për këtë. Ata flasin këtu që njeriu kur futet tregti, përpiqet si thonë të ketë atë qëllimin që të ushqej veten, mos të jetë barë mbi të tjerë, të kërkoj si themin e djersën e ballit, të kërkoj atë mirësi që Allahu xhaleshanu e shpreh në Kur'an, ai i cili është që u bëri halal çdo gjë që ka në tokë e në qiell. Pra Zoti mirësitë e tij i derdhi mbi njerëzit
Ndaj dhe njerëzit i mbeten vetëm t'i kërkojnë ato në formë më të bukur. Profeti sallallahu alajhi wasallam, që transmetohet te Buhariu, ka thënë me të vërtetë Xhibrili më ka inspiruar se nuk vdes kush pa marrë refun që i ka shkruar Allahu, ndaj kini frikë Zotin dhe mos e kërkoni atë mbrapsht ose gabim. Dhe mos t'ju gënjej vonesa e rrezikut ta kërkoni atë me haram. Kjo është gjë e bukur shumë sepse rreziku e ndjek njeriu më shumë se sa vdekja. Se nuk vdes pa e marrë. Ky është qëllimi i parë, domethënë kjo është pika e parë e një morali e morali tregtisë, po edhe vetë tregtarit. Diçka tjetër që e hedhin dritë dietarët e fikut është e gjëra që janë të pëlqyeshme, siç transmeton Imam Tirmidhiu, është dalja herët në treg ose që me ditë, ose jo me drek. Do thënë tek Tirmidhiu transmetohet që në sahabët gjej profetin sallallahu alajhi wasallam të thojë, "Jesh dhem begatia i umetit tim me herët", pra me daljen herët nga shtëpia. Ai që transmeton hadithin thotë dhe dilja shpejt dhe u pasurua. Njerëzit thoshin dhe ai u pasurua sepse dilte shpejt, i vinte punën para. Dhe vërtet, puna e mirë sa më shpejton. Puna e mirë është ajo që i paraprihet problemeve të saj. Ndaj dhe ky sahab ishte nga të pasurit të sahabëve, shokët e profetit, sepse vinte gjithnjë këtë zbatim që begatia është kur nis puna herët. Një tjetër etikë është përmendja e Zotit. Kjo është etikë e pëlqyeshme, po tepër komponent kryesor për përmbajtjen e njeriu brenda rregullave fetare dhe brenda njerëzillekut të tij si njerëz. Sepse tregu, siç kanë ardhur disa hadithe, është në të thot profeti sallallahu alajhi wasallam ve shejtani flamurin, sepse njerëzit aty rrshqasin, njerëzit aty kanë etje apo uritë të papar për tu pasuruar. Është diçka që njeriu mund të harrohet, e shikon mundësi dhe të jep edhe dietarit, njeriu jep opsione tregtie të ndryshme, gjëra që dietari nuk i imagjinon dot. Pse? Sepse i shikon në treg mënyra përfitimit të panumërta. Mes tyre mund të jenë edhe harame, mund të jenë edhe gjëra të dyshimta që të çojnë në haram. Ndaj përmendja e Zotit është si një litar i cili e lidh njeriu dhe nuk e le atë të shkojë domosdoshmë drejt imagjinatave të tij ose gjëra të cilat vërtet lindin dyshime dhe e hedhin njeriu në qorsokak. Sepse njeriu në treg harrohet. Sigurisht, njeriu në treg harrohet. Aty prevalon më shumë dëshira për të pasur se sa dëshira për të dhënë. Është diçka që tregu të rëmben dhe ndaj i duhet përmendje Zotit. Nga etika që flasin dietarët dhe është gjë e pëlqyeshme shumë, është lehtësimi në shitblerje. Lehtësimi në shitblerje ka për qëllim jo lehtësimi i shkuarit së mallit nga njëra dorë te tjetra, por lehtësimi është në këmbimin e pasurisë. Në fakt, njeriu në treg ka të bëjë me pasurinë. Dikush quan pasuri makinën, dikush tjetër quan pasuri ushqimin. Pra çdo gjë që konvertohet në para, shitet e blihet, ai quhet mall në vete. Ndaj profeti sallallahu alajhi wasallam thotë mëshiroft Allahu një person i cili i lehtë kur shet, i lehtë kur bler. I lehtë kur shlyen borxhin, do të thënë je pak më shumë, dhe i lehtë kur ja të mirë tjerëve borxhin, do të thënë nuk i rri dhëm për dhëm atyre atje dhe ti kërkoj deri në fund. Kjo thon dietarët i jep njeriu suport sepse njerëzit janë të prirë të shkojnë ka lehtësimit. Janë të prirur të shkojnë drejt njeriu që i bën për vetëm shumë, dhe kjo e bën dregtari me vetë, kjo është në vlerë të tij. Ai vërtet mund të shesi shumë gjëra pa dashje me çmim pak më të ulët, domethënë sakrifikon pak veten, por se shet shumë gjëra. Dhe kjo i jep atij një lloj pozite tek njerëzit që ky është njeriu i mbar, ky është njeriu i duhur, ky është njeriu që na intereson e tjera gjëra. Po ta shikojmë në këtë lloj forme, tregtari mund të dëmtohet në një krah, por se në ana tjetër ai fiton respektin dhe fiton edhe klientin, edhe konsumatorin e fiton me këtë gjë që Allahu xhaleshanu e ka bërë të lidhur me mëshirën e tij. Mëshiro të mëshirohesh. Edhe ky mëshiron njerëzit në pasuri, në para, Allahu mëshiron. Një tjetër moral është sinqeriteti në shitblerje dhe përgjegjësia. Sinqeriteti në shitblerje nuk është e bëra për hir të Allahut apo jo. Nuk flasim për këtë dietar në kapitujt e shitblerjeve. Sinqeriteti në shitblerje këtu që është njeriu i drejtë për atë që shet dhe për atë që ble. Është njeriu i cili nuk bën ndredhira, është njeriu i cili nuk i bën vjedhje njeriu, nuk i bën atij të si themin e manipulimin e një diçkaje. Është njeriu i sinqert,
të thot atë që ka dhe është i përgjegjshëm për atë që përshet. Prandaj të dyja këto kanë ardhur duke u lidhur me besimin e njeriu, sinqeriteti edhe amaneti. Të dyja janë të lidhura me besimin. Nëse këto dyja humbin tek njeriu, normalisht humb edhe një pjesë e fesë së tij. Ndaj edhe tregtari nëse humb këto dyja, domethënë jo vetëm damkoset e njerëzit, po tregtia e tij mund të bjerë edhe nga vetë reklamimi i të ligës së tij përpara të tjerëve. Domethënë ai rrëzohet se është i keqi. Ai rrëzohet sepse është njëri që i drejt tjerë i gjithë njerëz. Dhe kjo e bën atë të falimentojnë. Ndaj përmbajtja në këto dy lloj komponentësh e bën atë njëri më të mbarë tek njerëzit. Ndaj është komponent kryesor për të që ai paran ta fitojë halal, domethënë ta fitojë të lejuar, sinqeriteti. Sepse ndryshe edhe një grimcë e vogël, kur ai e di që e ka të ndaluar tash, kur ai e di që ajo është e pahishme për të shitur, ai e ka haram atë lloj malli. Edhe ajo, qoftë edhe ajo përqindje e pasurisë që do të përfitojë ai nëpërmjet këtij lloj malli, por se nuk e ka fajin malli, kurse më shumë se sa e ka ky si njeri i cili nuk qëndron në përgjegjësinë e dur dhe as në sinqeritetin e dur përballë konsumatorit. Një tjetër element ose një tjetër etikë është kujdesi në peshore. Kujdesi në peshore ka qenë një defekt i hershëm. Nga profetët që kanë kuruar këtë lloj problemi social ka qenë Shuaibi alayhis salam. Veç çështjeve të njësimit të Zotit, Shuaibi alayhis salam ka çuar popullin e tij dhe Musanin në peshore, Musanin ka ndarë. Sepse është vërtet një diçka shumë e hidhur dhe një diçka tepër e dënueshme. Ndaj ka zbritur një sure Enkas ku ajetet e para çelen me njerëz të cilët mbartin ose mbajnë gjunahun e tjerëve kur i marrin atyre hakun, mbartin gjunave kur i mbartin hakun nëpërmjet peshores. Ndaj Allahu dhe Leshanu tha në Kur'an: "Wailul lil mutaffifin", mirë për ata që mbajnë peshoren, ata të cilët kur e kërkojnë njerëzit kërkojnë të plot, kurse kur ja peshojnë ata atyre, domethënë ja japin mangët. Edhe jo vetëm kaq, po domethënë kjo është vjedhje e qartë, e pastër, gjatë cilën shariati e dënon, madje në kanalizimet e ligjeve të shitblerjeve është drejta e kthimit, është drejta e padis, e të tjera gjëra të cilat domethënë njeriu e çojnë në mall, edhe pse vetë si element malli mund të jetë halal, i lejuar, vjerja në peshore bëri atë me një diçka të ndaluar. Pra është domethënë një akt i ulët i njeriu i cili e çon veten ai në qorçakak. Dhe jo vetë se ka problemin malli, por ka domethënë problemin e ka vetë tregtari. Nderuar, pa dashur që t'ju ndërpres, po lidhur me këto mesazhe që po i jepni, mund të ketë biznesmen, tregtar, edhe në panajir, edhe jashtë, edhe musliman, cilët thonë, dakord, pa i konkurenti tjetër, i bën këto marifete dhe mua më nxjerr fare nga tregu, si të bëj unë për të mbjetuar? Kjo konkurenca e vdeshme, kjo është ajo që e shkatron më shumë tregin deri tani. Kjo është ajo gjë që është jo vetëm në njëre e pakapshme, po edhe pse dietarët në shumë asamplifiku i kanë dhënë zgjidhje këtyre lloj problemeve që ndjekin konkurrentët, të cilët duan të eliminojnë një tregtar nga arena e pare, duan të glabërojnë atë, si themin, atë lloj hartë e zone që ai ka krijuar vetë klientin e tij, e kanë folur, domethënë që ndrysimi i madh i këto është shteti, ndrysimi i madh i këto është diçka i cili mbikëqyr konkurrencën, diçka e cila domethënë i vefren të ligut të mos avancojë kundrejt të mirit. Jo vetëm kaq, po këta njerëz cilët mblidhen për të rrëzuar një tjetër, herë ta vonë do të hanë njëri tjetrin. Domethënë dhe si themin e ruajtja e shpatullave tjetrit është detyrë në këtë rast. Sepse nesër vjen rradha atij tjetrit i cili ishte palë me atë tjetrin që rrëzoi shokun e dikurshëm. Ndaj dietarët kanë folur për imamin, kompetencat e imamit dhe njerë që i lejohet dhe kur lejohet ai të vëjë çmimet, kur lejohet atij që të kontrollojë cilësinë. Do të thënë
kryeministës, si themi sot, president, shtet, më mirë themi, me instancat e dura kontrollon jo vetëm cilësinë, por shikon edhe njerëzit cilët i fusin shkopit në rrota të tjerëve, domethënë në mënyrë që të frenojnë denigrimin, jo vetëm aq, po tregu, siç thot Imam Ibn Rushdi, rahmet pas, gjërat që ta bëjnë tregtin haram jashtë edhe urrejtja dhe smira dhe inati që fut tregu vetë nëpërmjet tregtarëve. Ato ta bëjnë domethënë në qoftë se në një element tregti ndodhet një nga këto tre faza, ajo kalon direkt në haram, edhe pse vetë malli është i lejuar normalisht. Por se domethënë mënyra dhe mekanizmi që përdor tregtari për të shtyrë tjetrin është i ndaluar. Ne do marrim dhe pyetje nga publiku pak më mbrapa, po më lejoni që t'ja jep fjalën Hoxh Bledarit, sepse lidhur ngushtë me pasurinë, fitimin Allahut të pasurisë, është padyshim dhënia e zakatit, për cilën ju do të thoni diçka. Fjala për ju. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi vullën e profetit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ecin dhe ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Realisht të flasësh për zakatin në një panel të tillë është tejet e vështirë për faktin se zakati është një nga shtyllat dhe dispozitat madhështore mbi të cilat qëndron Islami. Megjithatë, këto panele mendojnë se shërbejnë për të na rikujtuar të gjithëve ne se në Islam është një obligim dhe një dispozit dhe një detyrë që e ka emrin zakat, për të cilin ne duhet kujdesemi njësoj siç kujdesemi për namazin, për dëshminë dhe agjërimin që kemi përpara dhe të gjitha obligimet. Jemi në një panajir ku shumica këtu janë tregtarë. Dhe zakonisht ku është tregtia është dhe leku. Dhe ku ka lek, normalisht ka dhe detyrime financiare të cilat Allahu Gjellëshanuhu i ka obliguar tek njerëzit. Nga urtësia e kësaj feje dhe dispozitave që ka vendosur Allahu i madhëruar është se i ka shpërndar dispozitat fetare. Pra dispozitat fetare nuk i kemi vetëm dispozitat trupore, siç është vetëm namazi ose agjërimi. Kemi dispozitat të cilat kanë të bëjnë vetëm me fjalën. Kemi dispozita trupore, por kemi dhe dispozita monetare. Tregtarët të cilët qarkullojnë në bizneset e tyre shuma të caktuara, Allahu i madhëruar i ka vendosur atyre të cilët arrin po themi në standardin e të pasurit ose gradën e atyre që konsiderohen të pasur, i ka obliguar Allahu i madhëruar me një detyrim financiar, e cila përkthehet në një urtësi madhështore, që ka ndikim pozitiv tek personi, individi që e kryen, por ka ndikim edhe tek shoqëria mbar. Allahu i madhëruar e ka obliguar zakatin, ashtu siç ka obliguar tham edhe adhurimet e tjera. E ka përmendur mbi 30 herë fjalën zakat në Kur'anin famullar. Dhe kur një obligim apo një dispozit përmendet në këtë lloj volumi, do të tregon se kjo është një dispozit e rëndësishme për të cilën ne duhet të tregojmë kujdes. Vetëm me namazin e ka përmendur së bashku disa herë për treguar se zakati dhe namazi janë shoqërues të besimtarit. Disa njerëz mendojnë se zakati është taks. Zakati nuk është taks. Zakati është një detyrë fetare. Siç kemi detyrën fetare që falemi 5 herë në ditë dhe ta agjërojnë muajin e Ramazanit ata që kanë mundësi, dhe të shkojnë në haxh ata pasanikët, ka dhe një obligim që është zakati, i cili nuk është për çdo kënd, është për një shtresë të caktuar të shoqërisë, dhe ata janë pasanikët. Allahu i madhëruar ka obliguar mbi ta zakatin që është 2.5% e
të ardhurave tyre ose buxhetit të tyre vjetor. Allahu i madhruar thot në Kur'anin famlar, dhe ti merr prej tyre sadakan, me të cilën do t'i pastrosh ata. Dhe kërko falje për ta, sepse falja që ti kërkon për ta është qetësi, pra përkthehet në qetësi për ta. Allahu i madhëruar e ka bërë zekatin një formë pastrim. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha muslimanëve, Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. Dëshmin se nuk ka zot tjetër veç Allahut, faljen e namazit dhe dhënien e zekatit. Madje kur dërgoi Muadhin, i tha o Muadh, do të shkosh tek disa njerëz të cilët kanë njohuri në lidhje me shpalljet e mëparshme, Teuratin, Ungjillin, pra janë ose hebrej ose të krishterë. Gjë e parë që t'i ftosh, të adhurojnë Zotin një, pa shok. E dyta, nëse pranojnë, ecë në etapën e dytë, falin namazin, 5 herë në dytë. Nëse e te kalojnë dhe këtë thuajnë se Allahu i urdhëron që t'japin zekatin, një vleft nga pasuria e tyre që merret nga të pasurit dhe u jepet të varfër. Normalisht që zekati në vetvete pa dyshim që ka disa mirësi. E para është se ajo është detyrim. Njeriu kryen një detyrim ka shi Zotit. Dhe asnjëri prej nesh nuk mund t'i afrohet Zotit të lartësuar më shumë se sa i afrohet me ato që Zoti ja ka bërë obligim. Kur njeriu kryen obligimet, ai është në rregull me Zotin e Madh. Ka realizuar standarde të cilat do ta fusin atë në xhennet dhe i sigurojnë lumturi, siguri në botën tjetër. E dyta është se është pastrim nga mëkatet. Zekati dhe çdo adhurim është pastrim për njeriu nga gjunahet, por është edhe pastrim nga vetpëlqimi, nga egoja, nga kopratësia. Njeriu është i dashuruar me pasurinë. Dhënia e tij mbas pushtetit dhe pasurisë është e hatashme. Është e paimagjinueshme. Njeriu për pasuri ne shikojmë se si vret vllai vëlla. Njeriu për pasuri realizon aventurat më të çmendura. Megjithatë Allahu i madhruar i ka edukuar besimtarët në mënyrë që ta largojnë prej vetes së tyre këtë lloj kopratësie dhe dëshirë të tejskaqshme për pasuri. Zoti nuk na ka ndaluar që të jemi të pasur. Përkundërës, kemi prej shokëve të pejgamberit alayhis salam që mund të themi që e kanë marrë xhenetin dhe fituar xhenetin me pasurinë e tyre. Kanë bërë një lloj tregtie me Zotin e Madh nëpërmjet pasurisë, duke e vendosur atje ku e kënaq Allahu xhelle xhelal, duke realizuar ato gjërat madhështore me të cilat e afrojnë ke Allahu i madhuar. Pra pasuria në vetvete nuk është negative, ajo është një lloj sprove për pasanikët, sikur se varfëria është një lloj sprove për fukarent. Por jo të dy janë të njëjtë në këtë lloj sprove. Pasanikët duhet që këtë sprovë ta tejkalojnë me falënderim dhe zekati, dhënia e zekatit, kjo 2.5% që e nxjerr pasaniku është një lloj falënderimi për të mirët që Allahu i madhuar i ka dhënë, për begatitë shumëta që Allahu i ka dhuar, ndërsa fukaraj e tejkalon këtë sprovë me durim, duke duruar në atë fatin e tij dhe duke kërkuar rrugët halal për të arritur dhe ai pasurinë. Një nga gjërat e tjera është se zekati përveç që është pastrim për robin, po është pastrim edhe për vetë pasurinë, sepse njeriu në marrëdhëniet e tij, sidomos në marrëdhënie tregtare, sado që kërkojë që të jetë një njeri i përkryer, ideal, sërish ai do të gabojë. Pra në marrëdhëniet e tij do të bëj atë reklamën jo të duhur, pa do në qoftë se një mall ja vlen që ti bësh reklam, tregtari nxitet që ti bëj një reklam më të madhe se sa i takon, ose nuk mund ta evitoj dot në mënyrë totale gabimin apo mati në peshë, edhe nëse është e padëshirueshme, pra njeriu nuk e dëshiron që ta bëj të mas, pra duke më hangur tek të tjerë në peshë. Të gjitha këto, Allahu i madhuar e ka bërë zekatin si një lloj pastrimi për pasuri që mund të fitohet në mënyrë
abuzive qoftë edhe padash. Gjithashtu zekati e shton pasuri. Nuk e varfron robin. Ajo i bën një balans midis të pasurve dhe të varfër. Që i pasurit të mos jetë një njeri arrogant dhe ta shoh vëllain e tij dhe këto shtresat vulnerabël, shtresat në nevojë, ti shikoj me syrin e dhimbësurisë. Se ata janë vëllezërit e tu, janë pikërisht ata njerëz të cilët kur shkojmë në xhami rreshtohemi me ta sup më sup. E në momentin që ne jemi të tillë në namaz duhet të jemi të tillë dhe në jetë. Po që të jemi të tillë në jetë ne duhet që t'i ndajmë ato halle së bashku dhe kur i pasuri e kujton të varfrin, atëherë ata padyshim që do të shërbejnë që kjo shoqëri jetë një shoqëri efikase, një shoqëri e cila është e gjitha në përpjekje për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe fitimet e kësaj bote dhe botës tjetër. Allahu i madhuar nuk e ka lënë çështjen e zakatit në dorë të njerëzve. I ka përcaktuar se çfarë jepet zakat. Ka vendosur zakatin tek pasuria, tek monedha, qofshin ar apo flori. Pra nëse dikush, një tregtar, arrin në shumën e 85 gram ar, ai në këtë moment ka detyrë të japë zakat. Kurse të tjerët nuk janë të obliguar që të japin zakat. Nëse arrin në 595 gram argjend, jep zakat për argjendin, apo për të hollat e tjera, për valutat e tjera, pra jo çdo kush a jep zakatin. Zakatin e kanë obligim vetëm kush, vetëm pasanikat. Nëse sot do ta konvertonim floririn me çmimin e tregut, arrin diku ke një vlef prej diku ke 7 milion. Dhe do thonë të vjetra. Pra zakatin e ka obligim ai person i cili ka 7 milion të vjetra, por jo vetëm kaq. Ka dhe një obligim tjetër, që zakati duhet arri ose duhet realizuar monitorimi i zakatit. Pra, që kjo vleft dhe kjo shumë të qëndrojë për afër një vit e pa luajtur. Pra që njeriu nuk ka nevojë për të marrë apo për të konsumuar prej kësaj pasurie. Ajo qëndron e pa luajtur tek personi. Që do të thotë që Te pris, kursim. Kursim, te pris. Kjo e bën atë që të hy ke rangu i të pasurve. Pra nuk ka patur nevojë për plot një vit për këtë lloj shume. Prej saj ai nxjerr vetëm 2.5% që është një shumë e papërfillshme. Megjithatë, edhe pse kaq e vogël, njeriu sërish bëhet arrogant. Njeriu sërish e mohon mirësinë e Zotit. Ndaj kjo është një mesazh për të gjithë ne, edhe me qenë se jemi në një ambient ku shumica janë tregtar. Dhe ne shpresojmë dhe dëshirojmë që tregtarët e këtij vendi të jenë të atill që e kanë arritur kuotën e zakatit. Që të jenë falendërues karshi Zotit. Të japin zakatin për fukarinj. Edhe gradat e atyre që u jepet zakati i ka caktuar Allahu, nuk i ka lënë vetë dëshirën tonë. Madje Allahu i lartësuar i ka vendosur në mënyrë strikte, në mënyrë që mos ketë abuzime. Pra, fukarinjt, nevojtarët, ata të cilët janë në borxhe, udhëtarët që kanë ngelur rrugë, ata që merren me grumbullimin dhe punimin dhe për kujdesin. Pra të gjitha këto 8 grupet, Allahu i madhuar i ka caktuar në mënyrë që të mos ketë abuzime. Por ka një gjë që dua ta them moderator. Shpesh herë ata një vëllezër ose tregtar të cilët arrin kuotën e zakatit duhet përpiqen që kjo mënyra e shpërndarjes së zakatit të bëhet në mënyrë institucionale. Jo unë e kam arritur zakatin dhe pra të grumbullohemi të gjithë tek një individ në mënyrë që të ketë një lloj shpërndarje të mirë. Kështu që është e nevojshme që zakati të jepet të orientohet tek institucioni, sepse individët janë sado të përpiqen që të jenë korrekt, pra nuk arrin dot të shohin se kush janë nevojat më imediate. Leoni një pyetje që lidhet në vazhd të asaj që po shpjegonit në mënyrë pra ju kaluat nga teoria të praktika. Ka tregtar edhe këtu që mund të kenë 20 vjet që kanë jo 7, por 70 milion
por i fusin tregti, i marrin prap, ju mbeten aty, i përdorin për diçka tjetër, pra ai thotë unë dua t'jap zekat, po nuk i kam asnjëherë që t'i përmbushi kriteret të rri aty pa prekur gati një vit. Atëherë, për faktin se aspekti kohë shumë domethënës në këtë lloj panejire dhe në këtë lloj tryezash, njeriu përpiqet që të jetë sa më shkurt e shkurtër. Zekati obligohet në pasuri, në bagti, në dritra dhe në asete, ose të themi ato mallrat për tregti. Jo në asete, sepse asete është shtëpia, rrobat, makina që përdor njeriu, në to nuk ka tregti. Kemi tregtarë të cilët kanë tregti, kanë edhe depozita. Në qoftë se një depozit, po themi arrin kuotën 7 milion lekë dhe është e paprekur, për të ke zekat. Nëse je tregtar dhe ke mallra tregtie, të destinuara vetëm për tregti, që ti shet dhe blen dhe përfiton për tyre, edhe për këto ka zekat. Pra në momentin që në një dyqan dikush shet asortimente ndërtimi dhe ato e te i kalojnë shumën, themi shuma fillestare që ka bler këto, kuota fillestare ka bler, pa themi materiale me 2 milion lekë. Më pas këto materiale kanë evoluar, janë shtuar dhe kanë arritur në 7 milion. Në këtë moment, kur arrin mbi 7 milion lekë, tregtari musliman duhet të llogarisë që nëse brenda një viti ai nuk i ulet kjo lloj vlefë, madje tregtia e tij shtohet, në fund të vitit ai bën një lloj për llogaritje të mallit që ka dhe nxjerr zekat në bazë të vleftës së tregut. Po themi se nuk, kur themi mallrat e tregtisë kemi për qëllim apartamente, kemi për qëllim makina, kemi për qëllim gjëra që kustojnë nga 40, 50, 100 milion. Cifra që dikur nuk i shihnim ose nuk i njehnim fare. Prandaj dhe Allahu i madhruar ka vendosur, ose dietarët kanë vendosur që zekati të nxirret në përputhje me çmimin e tregut, çmimin real, sepse ai mund të mirret shumë shtret, po çmimi real e ka të vogël. Nëse do e obligojmë zekatin fillestar me çmim real, do ta dëmtojmë. Pra ne Islami kërkon rregullimin e raporteve të pasanikut, po edhe fukarajt. Pra, për ta përmbledhur, e kemi obligim të nxjerrim zekatin. Në qoftë se shuma jon totale i kalon mbi, i kemi ato të ardhura, i kemi të ardhura nga qera, nga tregti, nga punë. Nëse kemi një shumë për 7.000 euro e sipër, atë ne kemi obligim të nxjerrim zekatin e saj. E rëndësishme është që mos ulet për një hall apo për një problem të caktuar. I ndodhi dikujt një fatkeqësi apo një sëmundje dhe ky 7 milion që ra në 5 apo 6 apo 4. Këtu humb obligimin. Në momentin që ajo ribëhet dhe arrin kuotën e 7-ve, atëherë fillon një llogaritje e re. Pra duhet ta kemi parasysh të gjithë. Nuk e di sa i përgjigja sa korrekt. Po, unë e mora shpresoj dhe publiku, po nëse jo, do kemi prap mundësi në fund, por do doja që të kaluja tek Hoxha Justinian Tokulli. Do flasim për sheriat, për halallin në planin sheriatik në procesin tuaj. Fjala për ju. Faleminderit Brenton. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në fakt, panajir bëhet për folur për halalin dhe tema që unë do të flas është halalin përgjithësi, halalin në planin sheriatik. Njerëzit përgjithësi edhe ata që janë besimtarë, po edhe ata që janë besimtarë kufizojnë shpesh halalin në terma shumë të ngushtë. Me fjalë që ky mshmish halal se nuk është mish derri, për shembull. Apo e kam thënë me bismillah. Ndërkohë që halal është një term shumë i gjerë që përfshin një diapazon shumë më të gjerë se sa thjesht nga një ushqimi. Përfshin gjithë jetën e një besimtari. Por çfarë është halal në vetvete? Vetë fjala halal, nëse nisim nga kuptimi gjuhësor të fjalës halal, vjen nga arabishtja. Që thotë që është diçka e lejuar.
Dhe kjo nuk fjalë apo ky term nuk mund të kuptohet nëse nuk vjen përballet me termin që është e kundërta e saj, që është ndaluar. Pra asaj që ne i themi haram. Në kuptimin sheriatik apo në kuptimin islam të fjalës halal dhe haram, të cilat sa herë që shpjegohet njëra shpjegohet edhe tjetra, nuk të thotë vetëm thjesht diçka e lejuar, por halal të thotë diçka e mirë, të thotë diçka e pastër, diçka e dobishme, diçka e cila është pozitive. Dhe harami është e kundërt, ajo që është e dëmshme, që është e papastër dhe që nuk është pozitive në vetvete. Ky është kuptimi i halalit edhe haramit në kuptimin sheriatik për kufizimin, nëse mund të themi. Ndryshe halali nuk është gjë tjetër vetëm se veprimi i diçkaje e cila veprimi ose mos veprimi i saj nuk merr gjunaf për të. Pra robi nëse kryen diçka që është vepruar pra është e lejuar, halal nuk merr gjunaf për të, por mund të marrë shpërblim për veprimin e halalit, mund të marrë shpërblim për halalit nëse atë lloj veprimi e kthen në adhurim apo e kthen në një jetë për Zotin. Pra nëse ti bie fjala po themi ne bën një veprim bamirësi për shembull. Bamirësi. Ky veprim i bamirës është i lejuar, për cili është njëjti për cilën ti e bën. Nëse ti e bën thjesht për hir të bamirësisë, apo e bën thjesht për hir të Zotit, apo më tepër. Nëse ti e bën për hir të adhurimit, për hir të Zotit, ti sigurisht je shpërblesh për të. Mandje edhe gjëra të cilat ti ke obligim. Ka ardhur aty profeti alayhis salam se kur edhe njeriu marrëdhëniet bashkëtortore apo familjare, nëse i ruan ato në mënyrë të mirë dhe nuk shkon ato në haram, ai më shpërblim për të sepse çka nuk shkon në haram. Nga këtu kuptojmë se çfarë është harami. Harami është ajo për të cilën njeriu nëse e kryen me gjunaf, me meriton dëshkimin. Por nëse nuk e kryen, ai më shpërblim. Ajo që do të kuptojmë tjetër është që halali dhe harami janë ekskluzivitet vetëm i Zotit. Pra vetëm Allahu xhaleshanu ka të drejtë të bëjë diçka haram apo diçka halal. Ashtu siç ne adhurojmë Zotin të vetëm me pashoq, ashtu dhe ne adhurojmë Zotin përmes ndjenjes apo obligimit për të praktikuar dhe për të frenuar, për të privuar ato që gjëra i ka lejuar dhe i ka ndaluar. Pra atë që quhet shariati islam apo legjislacioni islam, sepse është pjesë e adhurimit të Zotit. Halali dhe harami përfshin gjithë jetën e besimtarit. Dhe nëse ne dhe nuk është thjesht një, po themi një listë rregullash, por është një mënyrë, metodë jetese e cila rregullon jetën individuale të njeriu, jetën fizike të tij, jetën materiale të tij, jetën shpirtërore të tij, por jetën komunitare të tij. Me diçka që ka të bëjë në të mirë të individit, në të mirë të besimit të tij dhe në të mirë të komunitetit që jeton. Dhe sigurisht që ajo përkthehet dhe përfshin gjithë aspektet e jetës, duke nisur që nga ushqimi. Edhe pse njerëzit kufizojnë shpesh halalin tek ushqimi dhe panajiri, po themi ne panajiri i Allahut përfshin më së shumti subjekte që merren me ushqimin, ai përfshin për tek taj. Çfarë do thotë të ushqesh halal? Do të thotë që njeriu të konsumojë të gjitha ato lëndë ushqimore të cilat janë të mira, janë të pastra, janë të dobishme për ta. Dhe ato gjëra të cilat Allahu xhaleshanu i ka ndaluar. Ka ndaluar në thelb njeriu ushqehet me ushqime që kanë origjinë bimore edhe shpazore. Sigurisht çdo gjë bimore është e lejuar, pra kjo është rregulli bazë, që gjërat ushqimi ashtu që përveç atyre gjërave që janë pakicë, të cilat Zoti i ka ndaluar, të cilat janë të këqija dhe janë negative. Për shembull tek ushqimet Zoti ka ndaluar ato të cilat janë helmuese apo janë toksike, të cilat qoftë që merren nga natyra të gatshme apo që përpunohen. Kur hyn për shembull drogat apo alkooli, të cilat janë të ndaluar sepse janë të dëmshme për njeriu, e dëmtojnë atë jo vetëm fizik, por dëmtojnë edhe atë edhe shpirtërisht. Pra dëmtojnë atë shpirtërisht. Ndërsa nëse hyn tek ushqimet shtazore, halali është pak më i kufizuar, por prapë është i gjerë. Janë ndaluara të gjitha ato kafsh që janë e gërstira apo themi, janë mishkëngrënëse. Është ndaluar mishi i derrit. Është ndaluar të gjitha ato që janë kafsh që e dëmtojnë njeriu apo dëmtojnë po themi ne edhe shëndetin e njeriu. Që hyn këtu tek pjesa e kafshëve që janë të lejuara, që janë baktit e imta apo baktit e trashë që janë shpendët, jo grabitqar, apo që janë kafshët e detit, peshqit e llojet të ndryshme, të gjitha këto janë halal,
Dhe të këtu futet dhe aspekti pastaj spiritual apo aspekti shpirtëror që ka të bëjë dhe me aspektin po themin e shëndetit që është therrja e kafshëve. Ku përfshihen kafshët, sigurisht kafshët shpendët edhe kafshët e gjalla, baktit të cilët duhet të therren sipas një rituali të caktuar që përkon me rregullat e Islamit. Pra therrja me emrin Allahu xhaleshanuhu, jo vrasja e tij, pa që mos ketë kafshë ngordhur, dhe është e rëndësishme që këto kafshë të therren mos të therren për idhuj, por të therren në emër të Zotit. Ky është për sa i përket po themin e çështjes së therrjes. Sigurisht çështja e therrjes është ajo apo çështja e ushqimeve të halal dhe certifikimit të halal që besoj është folur dje, është ajo shpesh herë pjesa më e komplikuar edhe më e vështirë që ndoshta do të trajtim më të detaje, por ndoshta ndaj pyetjeve nga pyetje mund të dalë për të kaluar në pikë tjetër përveç ushqimit. Pikë tjetër e çështjes së halalit është marrëdhëniet financiare dhe ekonomike të njeriut. Pra halal nuk shtrihet vetëm ke ushqimi se njeriu çfarë ha, por shtrihet edhe aspekte financiare. Si të përmendi dhe Hoxha Arjani, njeriu t'i lejohet që të bëjë tregti, po tregtia ka rregullat e saj. Pa nuk lejohet spekullimi, nuk lejohet që njeriu të hyjë në kontrata të cilat janë të dëmshme, pra ka hile në të, apo ka një lloj bigjozi, ka pasigurinë në të, apo ka kamata. Marrëdhënie financiare, siç janë interesat bankare, apo kamata, apo ribaja, apo fajde siç njihet ndryshe, pasi kjo është ndaluar, përveç anët negative që ka ajo në shoqëri, por sepse Zoti ka ndaluar ata. Përveç anës financiare, halal dhe harami futen edhe tek marrëdhëniet familjare, tek ngritja e familjes. Pra Zoti ka ndaluar dhe ka lejuar se me këtë të martohesh dhe ka ndaluar me këtë të martohesh, ashtu siç ka ndaluar tradhtim bashkëtorë, ashtu siç edhe ka obliguar po themin e detyrime familjare të cilët nëse nuk kryen, si prapërsëri bien haram. Përveç marrëdhënieve familjare ku hyn halali dhe harami, kemi edhe se e humbëm, tillë. Familjare kanë shumë ndoshta, po sa për t'i përmendur. Marrëdhëniet sociale. Marrëdhëniet sociale, pra marrëdhëniet shoqërore përtej marrëdhënieve familjare. Pra marrëdhëniet sociale sillen me njerëzit. Sillen me njerëzit. Mos dhunimi atyre, mos hyrja në hak atyre, mos shkelet drejt atyre. Për shembull, halal dhe haram në dhe ke përgojimi, se nëse ti përgojon njerëzit, ke hyrë në haram, apo nëse ti ke aq më keq nëse ty hyn i dëmton ata fizikisht apo i dëmton ata moralisht apo kalohet në krim apo në vjedhje, të gjitha këto hyn marrëdhëniet e halal dhe haramit që hyn feja. Edhe pika e fundit është edhe me estetikën e njeriu. Pra halal dhe haram hyn edhe ke veshja e njeriu apo edhe ke koha e lirë e tij dhe edhe ke argëtimi i tij. Në mënyrë që njeriu ka një kod veshje, nuk ka kod veshje në kuptimin strikt si në ushtri, po themi ne, po ka kod veshje të çfarë është lejuar për njeriu dhe çfarë është e pandaluar për të. Është ndaluar për të. Po ashtu është e lejuar për të që ai të plotësojë nevojat bazë të, po edhe ato të cilët nëse ka mundësi për të i bazë, për të argëtuar njeriu, por nuk lejohet atë të shpërdorojë atë. Të shpërdorojë pasurinë, pasi pasuria është amaneti i Zotit, duke qenë se është amaneti i Zotit, njeriu do të jap përgjegjësi për të. Dhe për ta përfunduar këtë ekspozet të shkurtër, do ta përmbledh me një hadith madhështor profeti alayhis salam për të treguar profeti alayhis salam përmend një person i cili thot ka udhëtuar gjatë, ai sa është i plorosur dhe i shkrehur nga flokët dhe i ngret duart Zotit për të lutur atij. Pra tregon kushtet apo shkaqet që bëjnë një dua apo një lutje të pranuar. Thot dhe ai lutet Zotit, thot o Zot, ndërkohë thot që ushqimi i tij është haram, thot, ndërkohë që pija e tij është haram, ndërkohë që veshja e tij është haram dhe është rritur me haram, thot, dhe si mund të përgjigjet Zoti atij. Do thotë që gjithë jeta e njeriu, gjithë jeta e besimtarit përshkruhet nga halal dhe nga harami, dhe halal dhe harami nuk janë thjesht një listë po themin e ndalesash dhe urdhëresash, por është një filozofi jete, e cila përfshin etikën, moralin, adhurimin, drejtësinë. Pra është e gjithë jeta e besimtarit dhe është një marrëdhënie shpirtërore me Zotin. Ti nuk mund t'i afrohesh Zotit nëse ti je i papastër shpirtërisht. Dhe të papastër shpirtërisht të bën pikërisht përfshirja me haramin në gjitha këto aspektet e jetës që unë përmenda, dhe halal është ai i cili ty të afron tek Zoti. Kjo është para shumë përmbledhje e shkurtër, nuk e di sa arrit apo. Zoti është përbleft. Amin. Do doja të merrja pyetje nga publiku.
Qoftë se ka.